ishte një përmbledhje e veprimtarisë atdhetare të secilit, ishte një prononcim para një trupi gjykues e gjithë asaj pa frikë dhe pa fshehur asgjë, duke treguar të vërtetën dhe angazhimin e tyre për çlirimin e vendit. Vërtet çlirimtar, dinjitoz dhe të pathyeshëm ndaj çdo padrejtësie që po ju bëhet gjatë këtij procesi të stërzgjatur gjyqësor. Vërtet patëm emocione dhe kemi prap emocione. Dhe tash jemi nën emocione, sepse e dim të kaluarën e tyre, e dim aktivitetin e tyre, e dim fuqinë e tyre dhe luftën e tyre të drejtë, si dhe motivet që na kanë dhënë si në luftë, si në shtetëformim, si sot, e sot besoj se ata janë të bindur edhe në drejtësi, sepse e thanë që të katërt se edhe pse na është bërë pa drejtësi, ne kemi besim të plot në drejtësi dhe kërkuan nga trupi gjykues që të vendos vetëm pa emocione, por vetëm në bazë të fakteve dhe të dëshmive që posedon e gjykatë. Zoti Veseli po ashtu e dha qëndrimin e tij dhe argumentoi arsyen e angazhimit të tij si në luftë, domthon pas mbylljes së shkollave dhe represionit të vazhdueshëm të pushtetit serb, e dha qëndrimin e tij të pse është angazhuar në luftë, pse është angazhuar në shtetëndërtim dhe e dokumentoi se asnjë bazë nuk ka dhe asnjë akuzë nuk qëndron e cila është ngritur ndaj tij. Zoti Recep Selimi, si gjithherë i palëkundur, i bindur në qëndrimet e tij dhe krenar për të kaluar në tij, duke mos mohuar asnjëherë ekzistencën dhe bashkëpunimin me mranë në sy, sidomos aty ku prokuroria e paraqet si akuzë bashkëpunimin e tij me Adem Jasharin. Ky përkundrazi e kthen dhe thot se përkundrazi ajo nuk është akuzë, por për mua është nder ai që më thot se kam bashkëpunuar me Adem Jasharin. Njeri i cili po vuan vitin, e tha vuaj vitin e 16 në burgje sot të Serbisë, po ashtu edhe në burgje të pamerituara të Bashkisë Ndërkombëtare, në këtë rast që vetëm emrin e kanë gjykatë e Kosovës, por është gjykatë tërësisht e huaj. Me të vërtet, paraqitja e Bacës Jakub shkakton te ne emocione, sepse unë jam edhe bashkëvuajtës i tij në burgjet e Serbisë dhe kur nuk e ka merituar ai që në këtë moshë të merret me diçka të paqen, të merret me argumentimin e luftës tonë të drejtë çlirimtare dhe të persekutohet në përgjigje në këtë moshë. Ne çuditemi se si është e mundur ajo prokurorit të mendojë një gjë të tillë, se ne e pasmi manipuluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që të hyjë në luftë dhe të na bashkangjitet për ndaljen e një të keqe të madhe e cila veç popullin ton e kishte vënë pranë shfarosjes totale. Ne, nëse ka vetëm një grim drejtësi dikun, kjo është dëshmuar plotësisht se këta çlirimtar janë të pafajshëm dhe presim me padurim lirimin e tyre dhe që të kthehen pranë familjeve të tyre, pranë bashkëftarëve të tyre, pranë popullit të tyre dhe në shtetin për të cilin kanë dhënë shumë, kanë sakrifikuar shumë dhe janë më meritorët pas dëshmorëve të kombit dhe martirëve që kanë dhënë jetën. Këta njerëz janë më meritorët për lirinë që e gëzojmë ne sot. Është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Të nderuar kryetari i trupit, gjykues zoti Smith, të nderuar gjyqtar. Dhe në Kosovë u shënua 18 vjetori i pavarësisë së Republikës. Unë jam plotësisht në bindje të plot. Unë bashkë edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin, unë, si dhe shumë të tjerë,
nuk mund të qëndroja vite. Fakti që sa për ne sot jemi gjanë, isha familjen time, gruan time, dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të... Po ju drejtojmë për të theksuar